Dhe në një kohë që nuk po kryente asnjë veprim të dhunshëm, dënoi me forcën më të madhe dhunën ndaj protestuesve dhe garantoi Edi Ramën se për çdo protestues të dhunuar ai do të jetë përgjegjës personal direkt. Personal direkt. Sikur garantoi shqiptarët se në këtë vend paqë nuk ka dhe nuk do të ketë përgjerësa qeveritarët hajdut pasi kanë vjedhë qytetarët qindra milion dhe miliarda, përdorin mandatet e krimit, simburoj për të bllokuar sistemin e drejtësisë dhe akuzën. Ndryshojnë ligje, po simburoj. Edi Rama duhet ta ketë të qartë se kjo në mënyrë absolute nuk do të tolerohet kur nga kjo opozitë. Ndaj dhe duhet dhe njëherë të shpreh mirënjohjen më të pakufishme ndaj herojve të protestës sotme. Ju e pat se çfarë fuqie dëshmon dhe të garantoj shqiptarët se kjo kryengritje paqësore nuk ndalen gjerë në triumfin e plot, largimin e kësaj organizate kriminale të kryesuar nga Edi Rama nga qeveria. Tani unë jam këtu. Para se të vija këtu, kishin sjell 3 ose 4 policë, gjoja të lënduar, të plagosur, dhe mrapa kishte ardhur dhe ministri pas tyre për show. Po ajo që ishte akoma më turpshme, më qesharake, u përgatit dhe do vinte Edi Rama për të shprehur solidaritetin policëve imagjinar, të plagosur imagjinar. Por kjo mori për masa kaq qesharake sa ata e panë që po keq përdoren dhe u ngritën nga shtretri e reanimacionit edhe shkuan në shtëpitë tyre për të mos u bërë qesharak. Megjithatë, unë jam këtu për të dërguar një mesazh policisë shtetit. Mos mbroni në asnjë rretham dhe në asnjë mënyrë Edi Ramën, kreu në organizatë kriminale dhe qeveritarët e tij, sepse shkelmoni në interesat më jetike, kombëtare të çdo shqiptari, tuaja, të familjeve tuaja, të shoqërisë shqiptare. Ndaj dhe hiqni dorë nga çdo lloj sjellje dhune. Opozita është e vetuar dhe e vendosur në të vazhdoj kryengritjet paqësore. Kështu që edhe me këtë rast, thirrja ime për policinë e shtetit është të mos përdoret si mish për top për një band hajdutësh, për një organizatë kriminale të kryesuar nga Edi Rama që vjedh dhe i përdor ata si mburoj. Pra, kjo është thirrja dhe i përshëndes të 3 policët që u larguan. Menjëherë sapo morën vesh se mund vinte edhe kreu i narkoshtetit për teatrën me ta. Zoti Berisha, ju vetë ishit pjesë e një sulmi me gaz lotësjedhës nga policia. Keni një mesazh, një kundrapërgjigje ndaj ministrit Lamallari, i cili ishte pak më herët këtu, por edhe ndaj kreut të qeverisë, dhe a mendoni se ishte i motivuar politikisht? Është krye kput urdhër i Edi Ramës. Në mënyrë absolute është veprim, sepse unë nuk po kryeja asnjë veprim tjetër veçse po kaloja në rrugën në cilën ne duhet të arrinim në seri. Ndaj dhe Edi Rama që e kishte rrethuar në të 4 anë, a e pat ju se ç'kishte bërë me bllokun?
e etrave të tij, çdo rrugë dhe rrugic e kishte bërë plam dhe polic për të se pati frikë se mos po sulmohej bloku. Ne nuk kemi punë me bustet tani dhe me ata që iken, kemi punë me pasardhësin e tyre, i cili është Edi Rama dhe qeveria e tij. Faleminderit. Ju falënderoj dhe ju falënderoj që jeni këtu dhe jeni dëshmitar të teatrit të turpshëm të Edi Ramës me 4 policë gjoja të plagosur, në një kohë s'kan të regjistruar në regjistër absolutisht asgjë. Miru pafshim, natë e mirë.